rrugës, a? Do një kafe turke? Po kjo është par kajmak, se lash për vetën, ta bëj një Qa është tjetër. kajmak? Jo, s'ka problem, s'ki nevoj me ba, me që e ki për vete pije. Jo, e lash me që është pa kajmak, se njerëzit e pinë pa kajmak. Edhe thash ndoshta ke problem pa kajmak. Kajmak je ka thu slak? Po, që aja e trosha që bëhet. Po dro, merës. Na i thojmë kajmak. A e ki për vete? Ja. është risku ja. Thjesht doja për të mirën e të tjerëve mos ju afroj pa kajmak. Po merë dhe të bëf mirë. Gënarë to. Mi mëngjes. Ai, Gjuna vëllanit. me diskutu ma atë çdo lloj fushë, muzik, regji, jeta, familja, shoqënia, politika, ekonomia, biznesi, sistemi. Përgjigjet i ke një bitë sakta nga ai. Një. Është fenomen njëri, ama në debat ke për ta barë, nuk është nga ta tipa që eskalon. Ai rrallë herë mund mbërtase, ama çdo fjalë që e ke nga ai e ke të goditur bam, bam, bam. Edhe pse mund duket budallik, ja keni për ta parë vetë ju. Prandaj ai është fenomen, ai është i gjithanshëm. Ama është super njëri ta kesh afër edhe si shoqni edhe si mik, pa shat zot. Pranë atij je vetëm i fitum nga gjitha anët, nga gjitha mirësitë. Jo pun interesi, po edhe në jetë reale. Ati i trokitën deri, bërë një telefon e shok i thjesht jetë, a i bën çdo gjë. A i ka çdo gjë, nuk vun asnjë gjë. A i vetëm bën gjëra, për të prodhu gjëra akoma më shumë në jetën e vetë, ama është shumë shpirt mirë, pa shat zot. Vetëm unë kam problemi me atë për disa budalliqet aty, në aspektin mashkull, femër e lidhje raport, ama nuk e din. Për zotin është njësh. Familje, shoqni, vet. I ka vetëm një 2-3 pjesë, problemet, kuptimin në raport mashkull femër. Ja keni për ta parë vetë ju këta ditë. Beso që është super. Familje, si shoqni edhe si veta ai personalisht. Sa ai ndoshta kështu nuk e shfaq shumë veten. Pa ai kur i flet fjalët, i flet fjalët shumë me vend, edhe nuk është më kot që i flet ata fjalë. Ai madje ka edhe shumë gjëra që nuk i flet dot këtu, se nuk janë për nivelin për t'i folë në reality show, se jo shumica e publikut e kupton e llogarit budallik. E pse u hi pro mrana ai kur ti e mrana nëse s'don mi ditë publika? Për ne të dy? Po. Ndoshta është kuptu jashtë, edhe se ka problem. Ai deri momentin e fundit gjithmonë ma ka thënë po jo. Edhe një hall që ai e ka pas, ka qenë ti do futesh aty brenda, ti do krijosh lidhje me dikë.